përkundrazi një martëtim, një lojë me ta. Si sheni këto vënesa të dërgimit të pakove me fletë dhe votime, në anën tjetër e kemi në zonën Paqarada që po tregon që ka mungesë të informatave s'paku në Britani, në bazë të dhënave që ajo i ka. A mund të themi që KQZ-ja që në fillim po përballet me probleme e të cilat a mund të sjellin ndonjë problem edhe më të madh? Faktikisht nuk ishte dashur me pas problemet kësaj natyre të pakten, sepse në çdo parë zgjedhje mund paraqiten probleme ndryshme teknike apo ndonjë problem i vogël që mund të jetë i paparashikueshëm, po duke pas parasysh janë zgjedhjet e katërta këtë vit, të pakten këto probleme nuk ishte dashur me qenë sepse nuk është ndonjë risi gjatë procesit zgjedhor. Po unë po mendoj që për diasporën vetë se ka fillu para se me fillu procesi kanë fillu problemet, të pas parasysh tendencën e hapjes të qendrave të reja të votimit nëpër shtetet ku jetojnë bashkëdhetarët tonë, pastaj kundërshtimet që kanë qenë brenda KQZ-s, dërgimin e Supreme dhe ende do të thotë, unë mendoj që është një konfuzitet rreth kësaj teme që bashkëdhetarët mund të kenë pak qartësi rreth votimit të drejtës tyre me votu. Po sikur të ishte vetëm ky problemi i nisjes me vonesë postave, unë kisha më konsideruar një problem shumë më të vogël, për shkak se kanë nisë me vonesë dhe besoj që deri me 27 munden me arrit, edhe qytetarët me egzu drejtën e tyre të votimit, ose më mundësu me shku dhe në ambasadë. Po unë kom vrejt edhe problemet të ndryshme që, për shembull, nëse nuk gabojnë në Zvicër dhe Gjermani, në njënën për këtyre shteteve në ofental nuk shënon adresa, edhe qytetarëve ju shkryp përgjigja negative mas për shkak se mungon adresa në dokumentin e identifikimit, sepse disa shtete e kanë në dokument, disa nuk e kanë. Edhe ata kanë shënu, po domethënë në dokumentin e identifikimit nuk ju ka figuru adresa dhe ju kanë kthy mas që me arshyetimin që mungon adresa dhe duhet të plotësojnë të donat, dërgojnë dokument zyrtar, pavarësisht që ata e kanë shënu adresat e tyre në zyrtar dhe ka qenë dokumenti që ata jetojnë atë vend. Pastaj kam pa probleme tjera që kanë postuar qytetarët në rrjetet sociale në Amerikë. Ka qytetarë që ju ka caktuar me votimin në ambasadë, dikun thuja si 3 deri në 4 orë larg me aeroplan dhe më shumë se 5-16 orë ose 20 orë me automjete me shku me votu. Kjo është jo një ofrim i drejtë e bashkëdhetarëve, po është përkundrazi një martëtim, një lojë me ta, për shkak se qytetarët kur aplikojnë, ata i dërgojnë dhanat, adresat ku ata jetojnë dhe ish dashur me qenë qendra më afër të tyre dhe jo me qenë ndoshta qendra ose pika më e largët e mundshme që ata me votu. Po flas gjithmonë për atyre që kanë prezantuar emailat e KQZ-s bashkëdhetarë që jetojnë në Amerikë. Dhe ka shumë tjera probleme, ndoshta edhe kjo mungesa informacioni që tha zonja, qytetarët nuk janë të informuar dhe nuk e kuptoj pse nuk ekzistojnë disa lehtësira për informim jo vetëm të bashkëdhetarëve, po ne kemi kanë njëherë mungesë informacioneve dhe brenda vendit tonë këtu, për shkak se jemi dëshmitar të asaj që ndodhin plot shpallje të pavlefshme të votave për shkak të mungesës e informacionit ose ngritjes vetdijes qytetarëve me votu dhe me shfrytzuar një drejtë tyre elementare. Nuk është në rregull kjo dhe nuk ishte dashur me ndodh këtu. Kisha prit ndonjë problem më të vogël teknik, po të në kësaj natyre do kisha prit. Po, zonja Paqarada, për në fund dihet se sa kosovar me të drejtë vote janë në Britani ose s'paku vetëm në Londër, aty ku edhe jetoni? Më vjen keq, nuk e kam atë. Po, a ka pasur pak kënaqësi të tjera të cilat janë shprehur sa i përket procesit zgjedhor për diasporën? Definitivisht, si që përmendje dhe zotëria në studio, është kjo lodhja që sa herë bëhen votat, janë aq të shpeshta, është frustruese që nuk ka një stabilitet në qeverinë e Republikës Kosovës. Ajo na bën të ndihemi shumë keq, pasi që shumica prej neve kemi ardhur këtu me shumë sakrifica, edhe zemra jonë është për Kosovën si sa më e mirë.